Edisa është një vajzë që e di shumë mirë çfarë kërkon nga një mashkull. Ajo nuk tërhiqet nga burrat të dobët apo pa vetbesim, por nga ata që kanë rënë e madhe, pra karakter, vendosmëri dhe personalitet të fortë. Nuk i pëlqejnë meshkujt që dorëzohen lehtë apo që nuk kujdesen për veten, as ata që e lënë veten pas dore, fizikisht apo emocionalisht. Për të, një burr duhet të jetë i fortë, jo vetëm në pamje, por edhe në mendje dhe në shpirt. Në të kundërt, Brikena ka një tjetër mënyrë të parimit të gjërave. Ajo kërkon një mashkull që është i fortë në çdo aspekt të jetës, në shtrat, në përballjen me sfidat, në mënyrën si mban përgjegjësi. Për të, forca nuk është vetëm fizike, por edhe qëndrueshmëri dhe besnikëri. Ajo beson se një burr i vërtet duhet të jetë një shtyllë ku mund të mbështetesh, dikush që nuk lëkundet nga vështirësitë dhe që di të mbrojë atë që do. Ndërkohë, Mateo është një tjetër histori. Ai mund të duket si një djalë i mirë në sipërfaqe, i qetë, i sjellshëm, ndoshta edhe i dashur, por kur e njeh më thellë, kupton që i mungon diçka thelbësore, karakteri dhe zgjuarësia që duhet për moshën që ka. Ai sillet shpesh si një fëmijë, nuk merr përgjegjësi dhe nuk di të përballet me jetën si një burr i rritur. Kjo e bën të vështirë për dikë si Edisa apo Brikena ta shohin atë si partner serioz. Në fund, kjo tregon se çdo vajzë ka standardet dhe pritshmëritë e saj, por një gjë mbetet e përbashkët: kërkesa për një mashkull që është më shumë se sa thjesht i mirë, një mashkull me personalitet, pjekuri dhe forcë të vërtet në jetë.